Dhe këtu vjen sinjalizimi. Ramadani pran topit. Ai do t'jetë përgjegjës për ekzekutimin. Arkimi lart. Mundësia për skuadrën e Llapit dhe topi shkon në rrjet. 1-0. Arrin të realizojnë ndaj skuadrës së tij Ardit Tahiri. Minuta e 16 të ndeshjes. Llapianët në përsi. Krijua Tollovi pran portës. E zgjidh atë Ardit Tahiri duke quar topin në rrjetën e liderit të Superligës. Pasimi i ullët nga Ramadani tani janë arkimi i lartë për pak do e largon Faton Maloku të për e rrezikshme kjo gjuajtje nga Ramadani. Selmani, pasimi saktë e Krasniqi, goditja Krasniqit. Zeraj. Mirë pasimi, arkimi në qendër. Mundësia për skuadrën e dritës. Ikën topi Qorishit, por largohet më pas nga porta rreziku. Mu duk se ishte Landrit Rama që reagoi krejt në fund. Si Besnik Krasniqi tani arkimi drejt zonës. Kjo është e koordinuar në mënyrë mjaft të mirë dhe barazohet rezultati. Apo jo? Ka pasur pozitja shlojës, thot Mentora jeti sinjalizuar nga gjyqtari ansor dhe anulohet goli i skuadrës së dritës. Kemi Baftiut në shtyllën e 2, traversa. Shpëton tani skuadrën e tij Vuka. Betet 0-1 Granitja Shari me këtë goditje në fund. Ishte sak në rrydhja e Dabiqajt më herët. Goditja nga distanca qendrore. Pret Marian Qoriq. 2 minuta ka kaluar koha për tej asaj që është planifikuar. Edhe këtu e ndalë lojën Mentora jeti kastot për këtë sfidë. Skuadra e Llapit i merr 3 pikë të plota.